po dëgjoj se është shumë interesant. Po, ky hadith është nga Sunan Abi Daud. Domethënë, nëse e dëgjojmë këtë hadith si musliman, habitemi se çfarë parashikimi ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam. Tha, popujt tha, se shpejti do të ftojnë njëri tjetrin që t'ju sulmojnë. Pra duke u drejtuar muslimanëve, profeti thot, popujt se shpejti do të ftojnë njëri tjetrin që t'ju sulmojnë. Njësoj kur njerëzit ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë një ushqim të caktuar. Dikush pyeti, a do të jetë kjo për shkak të numrit ton të vogël në atë kohë? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj thotë, jo, ju do të jeni të shumt në atë kohë, por do të jeni lum dhe byk, si ajo që mbetet pas përmbytjes, dhe Allahu do ta largojë nga gjoksi i armikut tuaj frikën kundër jush, dhe do t'ju zbres në zemrat tuaja wahn. Dikush pyeti, çfarë është wahn? I dërguari i Allahut u përgjigj, dashuria për botën dhe frika për vdekjen. Pra, këto profeci vazhdimisht po përmbushen në këto luftra që kemi parë në dekadat e fundit, apo jo? Po, sikur i shikojmë në ekran, thënjet e profetit tonë të shenjtë, janë sikur po e janë të realizuara në të ekranin të botës që ne po shikojmë.